Në edicionin e radhës të emisionit 60 minuta. Kosova vazhdon të jetë në një udhkryq institucional si shkak i mosformimit të institucioneve, derisa presidentja Vjosa Osmani ka takuar liderët e partive politike në përpjekje për të tejkaluar ngërçim politik. Por sa po shohim vullnet të mjaftueshëm politik për të arritur një kompromis, apo po rrezikojmë që të thellohet kriza si shkak i mungesës së konsensusit politik, pas pak i diskutojmë në studio me Egzon Osmana nga Fondacioni Fridri Ebert, por së zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. Presidentja Osmani takon liderët e partive politike për tejkalimin e krizës politike. Liderët shprehen të gatshëm për gjetjen e një zgjidhje, por qëndrimet vazhdojnë të kenë të njëjta. Beogradi zyrtar ankohet të ndërkombëtare pas vënies së gurthemelit të dy urave të reja në Mitrovic. Ambasada Gjermani ja kujton Petkovicit se Radoqić po vazhdon të sillet lirshëm në Serbi. Policia dështon të asjell me detyrim para gjykatës deputetin e vetëvendosjes Fitore Pacole, e ajo mohon se ka pranuar ftesë nga gjykata. Zbashku paralajmëron se shtatori mund të nisë me greva të përgjithshme. Sipas Zbashkut, si shkak i mosformimit të institucioneve, po lihen anash interesat e punëtorëve. Presidentja Vjosa Osmani ka takuar sot liderët e partive politike në përpjekje për ta tejkaluar ngërçim politik me mos konstruimin e kuvendit të Kosovës. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është lideri i parë me të cilin është takuar Osmani. Pas takimit që ka zgjatur rreth 2 orë, kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti ka deklaruar se do të bëjnë gjithçka që kuvendi i ri të konstruohet deri në fundin e kurrikut dhe në frymën e bashkëpunimit mes partive politike. E kreu PDK-s me Emri Krasniqi pas takimit me Osmani ka thënë se ka rikonfirmuar gatishmërinë e partisë së tij për gjetjen e një zgjidhje. Pas Krasniqit, Osmani ka takuar edhe kryetarin e LDK-s Lomir Abdixhikun dhe në orët e pasdites ka pasur një takim edhe me kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj. Ndërkohë të njëjtën Osmani do të ketë takime edhe me përfaqësues të partive të komuniteteve. Në javën e fundit të korrikut duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së 9, do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re. Për Partinë Demokratike të Kosovës është e qartë, tu qëndrimi ja shpreha edhe presidentës që aktgjykimi e ka bërë të palejueshëm ndryshimin e mënyrës së votimit në mes të procesit, sepse ka bërë të palejueshëm ndryshimin e rendit të ditës, dhe rendi i ditës është ai që taksativisht është i shkruar edhe në rregulloren e kuvendit, por po ashtu edhe është konfirmuar në mbledhjen e 8 prillit kur është përgatitur seanca, dhe ftesa jonë vazhdon të jetë e njëjta, që të kthehemi tek pika e rendit ditës siç ka qenë, zgjedhja e kryetarit kuvendit. Thelbi i problemit është që i takon partisë së parë, grupet më të madh parlamentar, deputetit Kurti si presi i këtij grupi, që të propozoj për njëkohësisht dhe të krijojë shumicën parlamentare. Dhe në këtë vijë ne presim që zgjidhja të bëhet nëpërmjet insistimit për shumicë politike, e më pas për respektim të domosdoshëm të procedurave kushtetuese që tashmë janë dhe rregulla ligjore. Pra tash jemi para disa rregullave ligjore, sepse ka interpretim të gjykatës kushtetuese që thotë qartë që zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet sipas praktikave parlamentare të drejtaneshme. Beogradi zyrtar ka bërë ankesë të fuqitë perëndimore pasi qeveria në detyrë e Kosovës vendosi gurthemelet e 2 urave të reja mbi lumin Ibër të martën, ka bërë të ditur këtë të mërkur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kam bërë shumë gjëra dhe tani kemi parë që kanë vendosur gurthemele për 2 ura pa marrë pëlqimin e popullit serb dhe të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, sepse gjotë do të nënkuptonte egzot përfundimtar, ka thënë Vučić për televizionin Informer. Vučić ka shtuar se të gjithë tani duhet bashkohen për të ruajtur popullin serb në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ndërtimi i urave të reja është në funksion të komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve, duke theksuar se mungesa e tyre krijon tensione. Sa i përket urës qendrore, Kurti ka thënë se edhe asaj do t'i vi koha për t'u hapur.
E ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka reaguar drejtorit të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, duke thënë se ulja e tensioneve duhet të vlejë barabartë si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Reagimi i ambasadës gjermane vjen pasi Petković u ankua pas vendosjes së gur themeleve nga autoritetet e Kosovës për ndërtimin e 2 urave të reja mbi lumin Ibër. Ambasada e Gjermanisë ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës të përmbahet nga veprimet përshkallëzuese, por Petkovićit ja ka përmendur dëshimin e Serbisë për të sjellë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin në Bajs në shtator të vitit 2023, gjatë të cilit u vrarë shteri policor Afrim Bujaku. Thirrja për ulje të tensioneve duhet të vlejë në mënyrë të njëjtë për të dyja palët. Sigurisht që nuk është qeveria e Kosovës ajo që po dështon të zbatojë masat ligjore kundër atyre që janë përgjegjës për sulmin e tmerrshëm në Bajsk. Fakti që udhëheqësi veçpallor i këtij sulmi serb i Kosovës dhe ish kryetari i listës serbe Milan Radojić pranoi publikisht përgjegjësinë dhe megjithatë vazhdon të lëvizë lirshëm në territorin serb, minon thellësisht përpjekjet për ta nxitur besimin dhe llogaridhënien në rajon, thuhet me sjerash në reagimin e ambasadës gjermane. Petković në një deklaratë për Tanjug ka thënë se kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti po rrezikon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Ai tha se asnjë serb nuk miraton ndërtimin e urave dhe e quajti vendimin si partijak. Petković tha se për këtë çështje ka biseduar edhe me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Sot bëhen 35 vjet që kur delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës e miratuan deklaratën kushtetuese të dy korikut të vitit 1990. Presidentja Osmani tha se shpallja e deklaratës së dy korikut ishte akt heroik dhe juridik, duke mos pranuar nënshtrimin ndaj shtypjes serbe. Ajo ka theksuar se kjo është dita kur u hodhën themelet e Republikës së Kosovës përmes deklaratës kushtetuese të miratuar nga 114 delegatë të Kuvendit të Kosovës përballë dhunës dhe represionit të regjimit serb. Sipas saj, ky akt historik i parapriu Kushtetutës së Kaçanikut të 7 shtatorit dhe përfaqëson një moment i jashtëzakonshëm të guximit qytetar dhe vizionit politik. Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka paralajmëruar se viti i ri shkollor mund të nisë me greva të përgjithshme. Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se Zbashku ka analizuar situatën aktuale politike, nga ku ka kritikuar qasjen e partisë fituese të zgjedhjeve. Kjo sindikat ka theksuar se për shkak të mosformimit të institucioneve, po lihen anash interesat e punëtorëve të sektorit publik e privat. Në këtë mënyrë thuhet gjithashtu se Zbashku ka intensifikuar komunikimin me udhëheqësit sindikal nëpër komunat e vendit nga që erdhën shkollat fillore të mesme deri te universitetet dhe unanimisht është vendosur që të nisin përgatitjet për mbajtjen e një kongresi të jashtëzakonshëm, i cili sipas këtij njoftimi do të ketë karakter vendimarrës për veprime të mëtejshme sindikale. Ka dështuar të mbahet seanca për hedhjen e gazit lotësjas në Kuvendin e Kosovës në mart të vitit 2018 në mungesë të së akuzuares fitore Pacolli Dalipi. Sipas gjyqtarit të rastit, gjykata ka lëshuar urdhëresë për sjellje me detyrim, mirë po shërbimi policor nuk e ka realizuar kërkesën sipas tij. E akuzuara fitore Pacolli Dalipi ka mohuar se ka marrë ftesë nga gjykata. Në seancë të pranishëm ishin 3 të akuzuarit e tjerë. Në mungesë të deputetës, fitore Pacolli Dalipi të mërkurën ka dështuar të mbahet seanca për hedhjen e gazit lotësjells në Kuvend në mars të vitit 2018. Pos Pacolli Dalipit për hedhje të gazit lotësjells akuzohen edhe ministrin e detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, deputeti Sali Zyba dhe ish deputetja Drita Millaku. Për të akuzuarën fitore Pacolli Dalipi, gjyqtari Sabit Sadikaj tha se gjykata ka lëshuar urdhëresë për sjellje me detyrim, mirë po sipas tij shërbimi policor nuk e ka realizuar kërkesën. Gjyqtari Sadikaj shtoi se urdhëresa do të përsëritet dhe do të shqyrtohet mundësia urdhër arrestit apo paraburgimit. Për këtë ka reaguar deputetja Pacolli Dalipi duke mohuar se ka marrë ftesë nga gjykata për pjesëmarrje në seancë. Gjykata e ka adresën time të banimit dhe di saktësisht ku banoj. Nëse vërtet kanë dërguar një ftesë dhe nuk më kanë gjetur në shtëpi, është obligim ligjor i shërbimit policor apo postës që të lënë një njoftim për praninë e tyre, qoftë për caktuar një datë tjetër, qoftë për të më njoftuar që të paraqitem në gjykatë.
3 të akuzuarit e tjerë u paraqitën në seancë. Gjykata themelore në Prishtinë me 6 qershor 2024 ka konfirmuar akt akuzë ndaj Xhelal Sfeqlës, Drita Millakut, Sali Zybës dhe Fitore Pacolli Dalipit për hedhjen e gazit Locjallës në kuvend. Atë vërtetoi më pas gjykata apelit. Sipas akt akuzës, Sfeqla, Millaku, Zyba dhe Pacolli Dalipi me 21 mars 2018 nga ora 12:10 e deri më 15:40 kanë ndezur disa bombola të gazit Locjallës brenda seancës së kuvendit të Kosovës, ku po mbahej seancë plenare. Një muaj para burgimi është saktuar polici që dyshohet se rahu një të dyshuar në Klinë, ndërsa 2 policëve të tjerë. Gjykata themelore në Pej, përkatësisht dega e Klinës, u ka caktuar masën e arrestit shtëpiak. Seanca dëgjimore u mbajt të mërkurën e gjyqtarja e rastit Sabri Eraci për kohën ka thënë se të pandehurit dyshohen për veprën penale keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Për të pandehurin e Zirgashi, gjykata ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Për të pandehurit të tjerë Shkëlqim Salihaj dhe Enis Lezaj, ashtu siç ka kërkuar prokuroria, është saktuar masa arresti shtëpiak prej 30 ditësh. Të pandehurit dyshohen për veprën penale keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Gjykata ka konstatuar se ekziston rreziku të ndikojnë në dëshmitar, të ndikojnë në prova e të arrastisën, ka thënë Raci. Videoja e 3 policëve, 2 prej të cilëve mbajnë me duar të lidhura dhe tjetri që godet ndaj shtëtarit në oborrin e shtëpisë, kanë nxitur reagime në opinion. E shërbimi korektues i Kosovës ka pezulluar nga detyra një zyrtar korektues që dyshohet se ka shtërë me armë me gaz gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Shërbimi korektues ka bërë të ditur se rasti është proceduar në Policinë e Kosovës për trajtim të mëtytjeshëm. Po ashtu janë iniciuar procedura disiplinore ndaj 12 zyrtarëve të tjerë korektues që dyshohen se ditë më parë kanë shtërë me armë gjatë një ahengu privat. Për këtë rast jemi në pritje të raportit të prokurorisë dhe në përputhje me të do ndërmerren masat e nevojshme nga ana jonë, thuhet Mesjerash në njoftimin e shërbimit korektues. Prokuroria speciale ka kërkuar që 4 të akuzuarit për sulmin terrorist në zyrën e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicë të Veriut të dënohen me që është vërtetuar me prova përfshirje dhe komunikimet se të pandehurit kanë kryer sulmin që e planifikuan. I akuzuari Milon Milenković dhe mbrojtësi i tij pretenduan se ai as nuk ishte në vendngjarje e as nuk I njeh të akuzuarit e tjerë. Në seancën e fjalës përfundimtare për rastin e sulmit terrorist në KKZ në Mitrovicë të Veriut, prokuroria speciale ka kërkuar dënimin e të akuzuarve Milon Milenković, I njohur si Lune, Dejan Pantis, Miomir Vakis dhe Aleksandar Vlaic. Prokuroria speciale Fikrie Fejzullahu tha se provat materiale dhe dëshmit e kanë vërtetuar fajësinë të pandehurve, teksa theksoi edhe rëndësinë e dënimit meritor për t'i parandaluar sulmet e ngjashme. Fejzullahu mori 2 shembuj, një nga mesazhet e dërguar nga Aleksandar Vlaic e një nga Milon Milenković, që sipas saj tregojnë edhe planifikimin e sulmit. Komunikim nga I akuzuari Milon Milenković. Dëgjohet të u thënë personave tjerë të maskuar. Bërgje, I nemoj da zaboravite Më shpejt, mos harroni atë. Po ashtu, komunikimi kur deklarohet se prej sot, zyrtarisht, unë jam zëvendës komandant I brigadës së Veriut. Në seancën e cila mbeti në gjysmë shkaku I vapës në pallatin e drejtësisë, fjalën përfundimtare e dha vetëm Milon Milenković me mbrojtësin e tij. Lune tha se është njeri familjar dhe trajner I mirë I boksit, që asnjëherë s'është përfshirë në vepra penale. Dua të them, të nderuar, që s'jam kurfar kriminali siç më është shkruar dhe që jeta ime mund të përshkruhet me 3 fjalë. Se jam njeri familjar, baba I 2 fëmijëve, sportist dhe njeri që merret me punë të ndershme për ta ushqyer familjen. Në 30 vjetët e fundit jam marrë me sport dhe kam marrë mirënjohje vendore dhe ndërkombëtare. Në 15 vjetët e fundit kam qenë trajner. E avokati I tij Predrag Milković shprehu kundërshtime në shumë rrafshe, duke pretenduar se kallëzimi penal nuk mund të shërbejë si provë në procedurë penale. Milković tha se në shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar bashkëkryerja, as koha e saktë e kryerjes së veprës penale e as veprimet konkrete të secilit të akuzuar.
Prokuroria thot se këta të pandehur dhe persona të tjerë të pa identifikuar kryen sulm terrorist me hedhjen e 2 granatave të dorës dhe 2 shok bombave dhe përshkrimi i mënyrës është aq i varfër saqë me asnjë lloj logjike s'merret vesh se çfarë ka dashur të thotë autori. A do të thotë kjo që të gjithë të pandehurit në të njëjtën kohë i mbajnë 4 bomba dhe i gjuajnë në objektin e KQZ-s, apo që dikush i ka 2 granata e tjetri 2 shok bomba, apo që 2 të pandehur mbajnë 2 bomba dhe personat e pa identifikuar 2 shok bomba. Mundësitë e kombinimeve të këtyre përshkrimeve janë matematikisht A në katror. Vazhdimi i fjalës përfundimtare u caktua për datën 25 korrik. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale më 6 dhjetor 2022 u realizua sulmi terrorist ndaj KKZ-s në Mitrovicë të Veriut e një autoambulancë u përdor për bartje të granatave të dorës, të cilat sipas aktakuzës i mori akuzuari Milon Milenković Lune. Krahas tij, Aleksandar Vllajs, Dejan Pantic e Miomir Vakic po përballen me akuzat e prokurorisë se kanë hedhur granata dhe shok bomba me qëllim të detyrimit të organeve të Kosovës për të tërhequr nga organizimi i zgjedhjeve në veri.